Përshëndetje miq, sot vendosa të bëj më shumë video rreth zhvillimit personal, pasi shumë nga ju keni kërkuar të sqarohem se si mund të zhvillohem personalisht. Unë jam Ali Bolaj dhe në zhvillimin personal jam i apasionuar që disa vite. Dhe mu që kam ka bo me hynë zhvillim personal ka qenë që unë rash në një depresion, cilin as vet nuk e kam kuptuar, por e falenderoj shumë, cilin mi ka zhu krejt të emocione dhe mi ka hap syt ma shumë për me jetu me jetën, me dasht vetën, me dasht jetën, me dasht edhe tjertë, me i pranu edhe tjertë, me pranu edhe vetën, e kështu më radhë. Njerëz bindje të marrë nga njerëz ndryshëm, edhe kështu më radhë fillova dhe me thonë e gjeta veten në meditim, në vizualizim, duke par veten të shëruar komplet, edhe sot jam këtu për para jush që t'ju them të gjithë mundemi, unë kam mujt, mundesh edhe ti. E kështu më radhë njerëz. Kam qenë një person cilët i ka marrë bindjet shumë kallaj nga tjertë dhe i ka përpunu në ndërdija jem aq thjesht sa që me vërtet ekzistojnë ato, sa që ashtu i kom besuar, po se ekzistojnë njerëz. Thjesht na vendosemi se si dojna me jetu, a dojna mi marrë ato bindje, apo s'dojna mi marrë ato bindje, por krejt këto unë doj flas edhe më shumë gjatë videove tjera, për bindjet, për frikra të ndryshme, për angth, për stres, si të menaxhojmë krejt këto, për falje njerëz, mu ka dasht edhe me i falje, edhe njerëz që mu më kanë lëndu, po them kështu se veç më kanë rritë edhe ma shumë, edhe ju do ta kuptoni këtë që ju do zhojni edhe ma të fortë se sa jeni. Për krejt këto njerëz do flasë dhe si shtash dhe më herët më shumë, do bëj dhe meditim për falje. Njerëz, mentorja jema ka thonë në fillim, do me kur kom filluan, me shku edhe në ritrita jo, po edhe në kurse të ndryshme, më ka thonë ndrysho shikimin atë që ka shikon edhe ajo që ka shikon ndryshon. Por unë e them dhe ndrysho mendimet në atë që ka mendon edhe ajo që ka mendon ndryshon. Gjithashtu edhe për fokusin. Njerëz pavarësisht gjendjes në ti në cilin je sot, ti mundesh me ndryshu, ti mundesh me u zhu edhe ma i fort se sa je. Thjesht guxo, edhe zhoho, edhe duje veten, fali tjertë, fali edhe veten, pranoj gjendjen në cilën jeti sot për me ndryshu ma lehtësisht. Kur falni njerëz ju lironi veten, po edhe tjertë. Ne e meritojmë me jetu në pace. Ne e meritojmë me jetu në krejt mirat e jetës. Mu ma ka ndryshu jetën në zhvillimi personale dhe sot jam këtu për të ndarë me ju krejt strategji, teknikat, mendimet cilat mu më kanë bot lumtur si person, edhe vazhdoj akoma mere me zhvillim personal, ndëgjoj mentor të ndryshëm, punoj me vetën çdo ditë, lexoj libra, po një gjë cilën unë e kam edhe lexuar në një libër, por edhe e kam dëgjuar histori të ndryshme për i fetën që është përdorur edhe gjatë luftës, ku aty njerëzit kanë liru blokada, trauma, edhe e fetën njerëz të punoj edhe të vendos në YouTube, meditime, ligje paralel njerëz është ti në cilën gjendje je sot me pranu. Pastaj me vedisu ato dhe
me u shëru edhe me dalë për asaj gjendjes ti në cilin jesot për në ato ti cilin dëshiron. Unë dirë atëherë njerëz ju përshëndes dhe faleminderit shumë që ekzistoni edhe për krejt mesazhet pozitive që mi dërgoni, faleminderit shumë. Edhe ju uroj një ditë të mbarë dhe të mrekullueshme. Shihemi në video tjera. Uroj se sa do pak të keni marrë nga kjo video. Punoni njerëz në vitin e juaj.